Partia Demokratike e Kosovës, Dega në Malishev, ka mbajtur konferencë për media në lidhje me gjetjet e zyrës kombëtare të auditimit në projektin ndërtimi i sheshit së bashku me nënkalimet dhe parkingu nëntoksor në qytetin e Malishevës dhe dështimi i seancës së fundit të Kuvendit Komunal, ku në rendite ishte miratimi i projekt buxhetit për vitin 2026. Dr. Gzim Krasniqi, njëherët kandidat për kryetar të komunës së Malishevës nga radhët e PD-k-s, tha se bëhet fjalë për një skandal të madh menaxherial në projektin e komunës së Malishevës, që ka vlerat mbi 8 milion. Ai pasi rikujtoi gjetjet e ZK-s, përmendje dhe disa anketa drejtuar qytetarëve lidhur me projektin në fjalë. Ky raport ka shumë vretje, ka shumë probleme, vjen pa keq menaxhimin. Unë po du me nxerr në sipërfaqe vetëm disa rezultate nga anketat. Në pyetjen që ju ka bërë qytetarëve, a keni me pas mundësi me dhënë propozimet e tua lidhur me projektin, sepse ka shumë vrejtje në këtë drejtim, të 92% prej tyre kanë thonë nuk kena pas mundësi me dhënë propozime dhe vrejtje. Në pyetjen tjetër se a ka ndikuar në jetën e tuaj të përditshme punimet të sheshit, rreth 82% kanë thonë që kanë diku për të keq. Dhe ala ma interesant është se a keni pas mundësi të jepni propozimet të juaja në lidhur me projektin, 100% e qytetarëve kanë thonë jo. Kjo ishte në pikat shkurta sa i përket raportit të zyrës së auditimit, edhe pse ky raport përfshin një numër të madh të faqeve dhe vrejtjeve pa fund. Sa i përket dështimit të seancës së Kuvendit Komunal për miratimin e buxhetit për vitin 2026, Krasniqi tha se kjo qeveri në ikje po tregon që nuk është e gatshme me u përballë me borxhet e saj dhe sipas tij projekt buxheti për vitin 2026 është projekt problematik dhe qeveria lokale aktuale i ka ikur përgjegjësisë ligjore që e ka me qytetarin e Malishevës. Kjo është shajt që kjo qeveri në ikje po tregon se nuk është e gatshme me përballë me borxhet e saj dhe projekt buxheti për vitin 2026 është projekt problematik dhe ka ikë përgjegjësisë ligjore që ka me qytetarin e Malishevës. Krasniqi u pyet se cilat janë pikat më problematike që PDK i konsideron alarmante sa i përket raportit të ZK-s, ai u përgjigj kështu. Pikat më problematike është mos planifikimi edhe profesional edhe buxhetor, sepse ky projekt ka fillu duke i pas vetëm 2 milion të gatshme. O llogarit që ka me arrit vlerën rreth 8 milion, ndërsa deri tani sipas raporteve kjo vlerë ka kalu 10 milionë. Dhe akoma na nuk e dim kur ka me përfundu dhe si ka me përfundu. Ai tutje tha se shfrytëzojmë këtë konferencë që t'i ftojmë të gjitha organet e drejtësisë e prokurorin që të merren me hetimin siç e quan Krasniqi skandali edhe buxhetor edhe urbanistik. Krasniqi tha se PDK do të bëjë gjithçka që është e mundur që projektet eventuale për komunën e Malishevës të jenë të planifikuara mirë, transparente dhe të llogaritura mirë në aspektin buxhetor dhe profesional. Nebi Bibaj, kandidat për Kuvendin Komunal në Malishev, sa i përket buxhetit, tha se qeveria aktuale nuk i pati numrat për miratimin e buxhetit, duke shtuar se do të ketë pasoja për qytetarin. Kjo direkt ka me pas pasoja qytetari për shkak që çdo investim, kapital, qoftë rrugë, qoftë kanalizim, qoftë ujë që i kemë primare, kanë me qenë të bllokuar. Për shkak që ta nuk kanë të drejtë të marrin as pagesa, njëtën ku as sinjale për mi shty përpara. Projekt buxheti është duhet të votohet me ligj me 37 orë. Do të thotë sot jemi me 30 orë, nuk ka ndodhur. Këta detyrohen, njëtën gjendje kanë pas edhe në vitin 2021 kur kanë shku me të njëjtin buxhet e kemi votuar në muajin mars të vitit të ardhshëm. Kanë me pas pasoja të rana qytetarët në këtë drejtim. Unë sigurisht që qytetarët i ftoj, edhe kudo që i gjajnë qeverisjen në ikën e zotër Kastrati, pse po ndodhen këtu në këtë kohë, pse po ikin të përgjithësisë të cilët e kanë marrë për 4 vjet e kaluara. Bibaj shtoi se mos miratimi i buxhetit është mungesë vizioni. Është e qartë që është mungesë vizioni. E ka përcjell për 4 vjet me radhë që ka mungesë vizioni. Qëllimi i tij ka qenë me i bashku të nderat me një pikë të vetme, aty ka interesi i tyre.